10 shkurt. Perëndia pushoi, dhe Perëndia e bekoi ditën e 7 dhe shenjtëroi, sepse atë ditë Perëndia pushoi nga gjithë vepra që kishte krijuar dhe bërë. Zanafilla 2:3. Njerëzimi është kulmi i krijimit. Ne nuk jemi thjesht majmun të zhvilluar. Vetëm ne, nga i gjithë krijimi i Perëndisë, jemi krijuar sipas shëmbullimit të Tij. Zanafilla 1:27. Ne jemi krijesa, sepse jemi krijuar nga një krijues, por jemi gjithashtu unik mes të gjitha krijesave, sepse jemi bërë në ngjashmëri me Perëndin. Njerëzimi zotëron një dinjitet të patjetërsueshëm, dhe Perëndia dëshiron që ne ta respektojmë krijuesin ton dhe të jetojmë në marrëdhënie me të. Nëse njeriu është kulmi i krijimit, atëherë pushimi është qëllimi përfundimtar i krijimit. Kur Perëndia e përfundoi veprën e Tij krijuese, ai pushoi. Kjo nuk do të thotë se ai pushoi se qeni i pranishëm ose veprues në botën e Tij, por që ai pushoi së krijuari. Nuk ishte nevojë për përmirësime apo shtesa të mëtejshme. Asgjë nuk ishte nevojë që të zhbëhej ose të ripërpunohej. Plani madhështor i Perëndisë, dëshira e Tij për qenjet njerëzore, është që edhe ne të mund të jetojmë me të në ditën e mrekullueshme të pushimit që nuk do të perëndojë kurrë. Te Zanafilla 1, në tregimin për krijimin, përsëritet fraza: "Dhe u bë mbrëmje dhe u bë mëngjes", për secilën nga 6 ditët e para. Por kur shkon në ditën e 7, modeli prishet. Dita e 7, nëse mund ta themi kështu, është një ditë e vazhdueshme në të cilën Perëndia po kërkon një popull për veten e Tij. Ai është duke sjellë njerëzimin në një marrëdhënie me veten e Tij, duke siguruar për ta, duke i mbrojtur, duke u dhënë atyre shoqëri me njëri tjetrin dhe duke u lejuar atyre autoritet mbi krijimin e Tij. Një pjesë e qëllimit të Shabatit, siç udhëzohemi te 10 urdhërimet, ishte që t'i ndihmonte izraelitët të kuptonin këtë, planin përfundimtar të Perëndisë për jetën. Eksodi 20:8 deri në 11. Përmes pushimit dhe reflektimit, ata do të meditonin për kuptimin e plot që ka të jetuarit si populli i Perëndisë në sundimin dhe bekimin e Tij. Kur Jezusi i thërret njerëzit pranë vetes, ai thotë: "Ejani tek unë, të gjithë ju të munduar dhe të ngarkuar, dhe unë do t'ju jap prehje, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaja." Mateu 11:28 deri në 29. Shkrimtari i Hebrejve e merr atë ide dhe shpall. Rrjedhimisht mbetet një kremtim shabatik për popullin e Perëndisë. Hebrejve 4:9. Ajo që u projektua në bukurinë e Edenit dhe u shkatërua në rënien e njeriut në mëkat, do të ripërtërihet ditën kur të hyjmë në praninë e Perëndisë. Tani e përjetojmë prehjen kur e sjellim mëkatin ton te Jezusi, që ai ta trajtoi, si dhe shqetësimet tona, që ai të na ndihmoj. Një ditë do të përjetojmë prehjen e përsosur të jetës së ringjalljes në një botë të ripërtërir dhe të mbushur me shenjtërinë e Perëndisë ton të përsosur. Kjo është një perspektivë për të mbushur fushpamjen ton dhe për të riorientuar zemrat tona në ditët më të mira dhe në ato më të këqija në këtë botë. Është e vërtetë që një ditë do të pushojmë në paqe. Ndërsa ecim drejt kësaj të ardhmeje, modeli i Perëndisë duhet të jetë modeli që imitojmë. Siç urdhëroi Perëndia, ne duhet ta nderojmë ditën e Zotit dhe të gjejmë kohë për të menduar për gjithë sa ai dëshiron për ne, që të shijojmë një jetë në bashkësi me të dhe të bashkohemi me të, ndërsa ai po kërkon në mënyrë aktive një popull për veten e Tij.